Fëmijët bëjnë gabime, thot David Beckham pas postimit të Brooklyn. Komentet vinë një ditë pasi djali i tij shpreu publikisht pakënaqësi dhe deklaroi se nuk kishte interes për pajtim me familjen. David Beckham ka deklaruar se prindërit duhet t'i lejojnë fëmijët e tyre të bëjnë gabime, vetëm një ditë pasi djali i tij, Brooklyn, shpreu publikisht ankesat ndaj familjes përmes një postimi në Instagram, i cili tërhoqi vëmendje të madhe mediatike në mbar botën. Brooklyn, 26 vjeç, bëri një sër pretendimesh në lidhje me ish-futbollistin e Anglisë dhe bashkëshorten e tij, këngëtaren dhe stilisten Victoria Beckham. Në deklaratën e tij në rrjetet sociale, Brooklyn tha se prindërit e tij kishin kontrolluar narrativat në media rreth familjes dhe kishin tentuar të shkatëronin marrëdhënien e tij me bashkëshorten, Nicola Peltz Beckham. Nuk dua të pajtohem me familjen time, shkroi ai. Nuk jam duke kontrolluar, jam duke qëndruar për veten time për herë të parë në jetën time. Nicola, vajza e biznesmenit miliarder amerikan Nelson Peltz dhe ish modeles Claudia Hefner Peltz, u martua me Brooklynin në vitin 2020. Ai është fëmia i madh i familjes Beckham, e cila ka edhe 2 djemë të tjerë, Truls dhe Romeo, si dhe një vajzë, Harper. Duke folur të martën në emisionin Squawk Bots të cimtët, David Beckham nuk e adresoi drejt për drejt konfliktin, por foli në mënyrë të tërthort për fëmijët e tij dhe rreziqet e rrjeteve sociale. Ai tha: "Kam qenë në gjendje të përdor platformën time dhe ndjekësit e mi për UNICEF-in dhe ka qenë mjeti më i madh për t'i bërë njerëzit të vetëdijshëm për atë që po ndodh në botë me fëmijët. Jam përpjekur të bëj të njëjtën gjë. Jam përpjekur të bëj të njëjtën gjë edhe me fëmijët e mi për t'i edukuar. Ata bëjnë gabime. Fëmijët lejohen të bëjnë gabime. Kështu mësojnë. Pra, këtë përpiqem të mësoj fëmijëve të mi, por ndonjëherë duhet t'i lejosh edhe t'i bëjnë ato gabime." Brooklyn bëri akuza specifike ndaj sjelljes së prindërve të tij gjatë ditës së dasmës. Ai tha: "Prindërit e mi janë përpjekur papushim të shkatërrojnë marrëdhënien time që përpara dasmës sime, dhe kjo nuk ka ndalur. Nëna ime anuloi realizimin e fustanit të Nikolës në momentin e fundit, pavarësisht sa emocionuar ishte ajo për ta veshur dizajnin e saj, duke e detyruar Nikolën të gjente urgjentisht një fustan tjetër. Javë para ditës sonte të madhe, prindërit e mi më ushtruan presion të vazhdueshëm dhe tentuan të më joshin që të firmosja heqin dorë nga të drejtat mbi emrin tim, gjë që do të ndikonte tek unë, bashkëshortja ime dhe fëmijët tanë të ardhshëm. Ata këmbëngunin që të firmosja para dasmës, sepse atëherë do të aktivizoheshin kushtet e marrëveshjes. Refuzimi ndikoi në pagesën financiare dhe që nga ajo kohë ata nuk më kanë trajtuar më njësoj. Gjatë planifikimit të dasmës, nëna ime shkoi deri aty sa më quajti i lik sepse unë dhe Nikola zgjodhëm të përfshim dadon time, Sandrën, dhe dadon e Nikolës në tryezën tonë, pasi të dyja nuk i kishin bashkëshortët e tyre. Të dy prindërit tanë kishin tryezat e tyre, të vendosura njësoj pranë nesh. Deklarata vazhdonte: "Që nga momenti kur fillova të qëndroj për veten time ndaj familjes sime, kam marrë sulme të panumërta nga prindërit e mi, si privatisht ashtu edhe publikisht, të cilat janë dërguar në media me urdhërin e tyre. Edhe vëllezërit e mi u dërguan të më sulmonin në rrjetet sociale, përpara se të më bllokonin papritur verën e kaluar." Brooklyn pretendoi gjithashtu se nëna e tij rrëmbeu vallëzimin e parë me Nikolën dhe kërceu në mënyrë të papërshtatshme me mua përpara të ftuarve, duke shtuar se nuk ishte ndier kurmi i parehatshëm apo i poshtëruar në jetën e tij. Ai po ashtu pretendoi se bashkëshortja e tij ishte trajtuar pa respekt nga familja e tij dhe se nuk ishte ftuar në festën e 50 vjetorit të babait të tij. Brooklyn vazhdoi: "Familja ime vlerëson mbi gjithçka promovimin publik dhe marrëveshjet komerciale. Brand Beckham vjen i pari. Dashuria familjare përcaktohet nga sa poston në rrjetet sociale, ose sa shpejt heq dorë nga gjithçka për të dalë për të pozuar për një foto familjare, edhe nëse kjo dëmton angazhimet tona profesionale. Narrativa se bashkëshortja ime më kontrollon është krejtësisht e përmbysur. Unë jam kontrolluar nga prindërit e mi për pjesën më të madhe të jetës sime. Jam rritur me ankth të madh. Për herë të parë në jetën time, që kur jam larguar nga familja ime, ai ankth është zhdukur. Zgjohem çdo mëngjes mirënjohës për jetën që kam zgjedhur dhe kam gjetur paqe dhe lehtësim. Unë dhe bashkëshortja ime nuk duam një jetë të formsuar nga imazhi, shtypi apo manipulimi. Gjithçka që duam është paqe, privatësi dhe lumturi për ne dhe familjen tonë të ardhshme." Brooklyn ka eksperimentuar më parë me fotografinë dhe gatimin, duke publikuar një libër me fotografi në vitin 2017 me titull atise dhe duke lançuar një markë salse pikante, Cloud 23, në vitin 2024. Ai ka postuar gjithashtu video gatimi në rrjetet sociale. David dhe Victoria Beckham janë kontaktuar për koment. Deklarata shtes se Brooklyn Beckham e përkthyer sakt: "Gjatë gjithë jetës sime, prindërit e mi kanë kontrolluar narrativat në shtyp për familjen tonë. Postimet performative në rrjetet sociale, eventet familjare dhe marrëdhëniet jo autentike kanë qenë pjesë e pandashme e jetës në të cilën kam lindur. Së fundmi, i kam parë me sytë e mi për masat deri ku janë të gatshëm të shkojnë për të vendosur gënjeshtra të panumërta në media, kryesisht në kurisë të njerëzve të pafajshëm, vetëm për të ruajtur fasadën e tyre. Por unë besoj se vërteta gjithmonë del në dritë."